Mirë se erdhe. Mirë se gjeta, faleminderit Gjon. Shumë elegante. Faleminderit. Me ty të në studio. Faleminderit ty që kjo ardhë. Hajde të lutem, trajtohemi te këndi i bisedës. Faleminderit. Përshëndetje për ty. Ambienti shumë i bukur. Faleminderit shumë. Si të kemi, Milita? Mirje? Mirë, faleminderit, mirë. A kanë fillu këto aratisjet bregdetare, po i qujon? Ka pak, të shkurta. Ta është shpeshit të shkurta. Kështu, besoj pas një intensitetit punës, të gjithë kemi nevoj me i bo vetës pak ditë pushim. A je prej tipave që pushimin e bën edhe me telefon dorë, apo shkyqesh komplet edhe e quan tamam pushim? Varet. Nëse është pushime ma i gjatë se 5 ditë, telefon dhe laptop. Po nëse janë këto të shkurtat, mjaftohem vetëm me telefonin. Po gjithsesi, është një pjesë e pashmangshme. Shkutje komplet nuk mundesh me pasë, me thënë. Varet prej kohës, tash qeshori për neve në profesion është pak më i qetë. Mundemi edhe pa telefon, sidomos tash shkolla o kry, edhe e shijojmë edhe kohën me... Jemi ma lehtësisht pa detyra, pa strese. Mirë po me gjithate, e ka përparësit e veta telefoni me vete, koha teknologjisë, edhe na mundëson me pushu pak ma shpesh, edhe me qenë ma rehat që jemi ofër. Me që jemi të pushime, të pys pak cili ka qenë pushime më i mirë për ty, që e mban me ende dhe pak si me zili, pëse s'po ja kalojnë pushime tjera, për ndonjë arsye, ku ta di? Gjeron, tash që prej viti 2014, e kemi bo një marrëveshje familjare që me pas një udhëtim në vit me fëmijët bashkë. Edhe rishta zëm këthy prej Amerikës, do ta mbaj shumë gjatë në mendje këtë pushim, ka qenë edhe turizm, po ka pas një arsye të fortë, vajza ka diplomu dhe ishim atje për ceremoninë e diplomës, edhe sigurisht që do të mbetet një prej udhëtimeve kështu favorit, të paktën deri tash. Për ndryshe, normalisht e shijoj shumë kohën e pushimeve me familjes, diskutohet, po janë edhe këto udhëtimet që janë edhe për zhvillim në karrierë, po është edhe rjetizime, socializime. E ka të këndshme në dhe jo. Që e gjej ka një të mirë në secilin udhëtim që e mbajnë menë dhe që më plotëson në një fush. Fundja vetës ja bëjmë secili, kështu që je mundesh me shpërzu për kohë të mirë. E përmende diplomimin e vajzës, di që ajo ka diplomu, edhe studimet i kanë ndjek në një prej universiteteve më të mira në Amerikë. A ka qenë sfiduse për ty me pas kaq largë edhe si u ndjeve kur ishe dëshmitare një suksesi edhe një ëndrët saj të përmbushon drejt një rrugët të gjatë që uroj me pas suksesshme. Atë sa ti ose ndoshta edhe më shumë se jo? Sigurisht se cila gjenerat që vjen qofshin fëmijët, qofshin kandidat me cilët i trajnoj apo ekipi, dëshira se cilit prej neve është ata me qenë ma të suksesshëm. Se sa ne. Mirë po në rastin e vajzës, mas pari unë jam nane 3 fëmijëve, djali është i madhi, Arti është 26 vjeç tash, Lyra është 21 dhe kam 10 vjeçare të vogël Lisën. Po me Artin ka shku shumë mirë, ai ka përfundu studimet këtu, bile në kohët pandemisë që nuk është që i ka shiu shumë. Kur na erdhi Lyra me këtë idenë që dënë me shku në Amerikë, dore në zemër, gjithë e kemi përkra. Sidomos e ka pas përkrajen e babit vetë shumë, po 17 vjeçare me shku në Amerikë vetë. Goxha guxim. Po e përkrahem, ja doli, kaloj shumë mirë, e përfundoj me sukses edhe kënaqësime e pa që po rrit një fëmijë të pamvarur. Në fund ditës, dëshira se cilit prinë është që ata me pas jetën e vetë edhe me qenë rahat me zgjedhjet e veta, kështu që jam e lumtur. Je e lumtur sot, po kur ke qenë në adoleshencë, se gjithë besoj sidomos vajzat në adoleshencë kanë një lloj, e ndërtojnë një lloj jete të tyre se si kanë qef me pas. A e ka Milita sot jetën që e ka ndru, ose a je aty ku ti ke aspiru? Jam shumë ma mirë se sa që ko mendu,
për faktin se adoleshenca jo në atë kohë s'ka pas shumë hapësirë për kësi andrat bukra. Edhe kur flasim nuk du me t'inglu se ajo dalimet në gjenerata janë gjithmonë edhe do t'jenë gjithmonë. Edhe unë si më pajtu në është me printe mi kër më kanë folë për kohnat e tëne, as fmit e mi s'pajtojnë kër në është na i herë flasim edhe mundonan me tregu qka ka ndodhë, me kujtu, po jo me u viktimizu. Mirë po kanë qenë rrethana që s'ki mujt me ndrushëm. Vitet e 90-ta shkollimi dhe të thëtë, unë e kom përjetu vetëm shkollën fillore ashtu si që duhet e në bankat shkollore. Shkolla mesme ka qenë në për shpia, i kemi përjetu helmimet, i kemi përjetu gazrat lëlsjelse, studimet po ashtu në për shpia, kështë që ka qenë ma shumë vjetis se sa me andru. Mirë po, e mira e asaj kohë është që mendoj kjo vlen për krejt gjeneratën tonë, që jemi bo ma të fort, jemi kalit. Edhe i kemi kap sfidat po edhe mundësit. Kështu që nëse kisha dasht me vequ qka kemi marrë nga jo kohë, ka qenë forca me u përbal me rrethana që shpesh herë nuk e kemi dit qka po na pret. Kjo pastaj ka bo që me marrë jetën në ndore dhe krejt ato mungesat gjatë rinis, me i kompenzu, sidomos të shkollimi, mirë po jonë rrethana qëfare të rritë kanë mundësi me shiu jetën studentore sot. Dhe me thonë gjithmonë, të punu, të shkollu, të rritë fmi, të shkollu, kjo ka qenë ajo sakrifica që prapë më ka plotësu, se më ka mungu si e re, kështë që ja kemi dalë. Po jetën me u këthy të përgjegja, të pyetja, e kom shumë ma të mirë. Unë s'kom mendu që na i herë na kemi me pas mundësi me jetu në liri edhe me pas mundësin me i marrë vendimet tona për vetën tonë vetë. Kjo është. Që ju rinia i kene këto mundësi tash, jeni rritë me to, po në atë kohë nuk kanë vështire me ndushme për me preksi si realitet. Më the më herët që e ko marrë jetën në dorë, pra. Edhe besoj e ndjene dhe atë që je rritë më përpara, pra jeta të ka detyru, sepse ke marrë një përgjithësi shumë të madhe gjatë kohës së studimeve kur ke qenë. Me marrë biznesin familjar me drejtu. Sfidë më vete, një vajzë e re, si e ke mendu në atë periudhë? Po shpresoj që s'ka mu përlot këtë pyetjesës. Nuk është pyetje. Ose kom evitu. Vitin 95, unë isha studente e vitit 2 në fakultet, edhe nuk mësojshëm kur gjo. Da me thonë, po këthena aty ku keshtu tregu, ligjeratat në përshpia, me disa shënime, një mënyrë që veç ishte prezent, po të paktën unë ashtu e vlerësoja, nuk është që përfitoja në aspekt akademik në ajsen, edhe vendosa, babi ka qenë ekonomist, edhe pa të fillu me mbajt edhe kontabilitet për biznesin në Kosovë, edhe pa të ndëgju që ka dalë një software i kontabilitetit në Gjakov, aty kom lindë dhe jam rritë, edhe pithan babi thash, adin se unë po të ndimoj me teknologji, edhe një kosisht e marrë përvojën nga ti profesionale, se edhe unë studioja ekonomikon. Edhe fillum, punum bashkë dhe dit, u bon ato implementimet e softverit edhe u morën disa vendime, edhe babi pat një sulm kardiak, edhe ndrojet. Unë isha po thuj se 20 vjeqare në atë kohë, edhe si pa vedije vazhdova. Po tu mos e di, tu mos qene vedishme qëfar përgjithsi ka profesioni. Thjesht i hyna edhe duna me theksu më pa të ndimu një kolege e babit, edhe tha, adin qka tha, unë po të ndimoj në këto aspekte tatimore profesionale, tha edhe ti ndima me software, se ish rësia jo ish. Kogja e arritu e përparsin atë ko. Edhe hyna në profesion pa qenëve dishme qfar rezi që po marë, po që shë thashtë dhe ma heret, jemi
kalit. Shpesh kur reflektoj dhe kur e mendoj atë kohë, tha mo Zot, që shëm kanë besu, po si duket më kanë besu fal emrit edhe profesionalizmit babit, edhe këta e konsideroj ka gja mundësi të mirë që më ka dhonë. Edhe kështu vazhdova, mandej. Vazhdova karrieren, edhe u rita në profesion, edhe me biznesin shkoj shumë mirë, po që shkolla pat mbet deri mas luftës, kur u certifikova si kontabiliste, sepse profesioni jonë i kontabilitetit është i rregullum me ligje, me standarde, dhe duhet me ndjek ka gja një rrugtim për me marrë atë licencë, dhe me mirë mbajt besa. I kryva provimet edhe, po më thonë, nuk ka mundësi me marrë licencën pa e kry fakultetin. Edhe atëher isha nane 2 fëmijëve, pa ta fillu me punu në Prishtinë, u thoja Gjakov Prishtinë, 5 ditë javës, e pastaj u shtu edhe dita e 6 për me kry fakultetin, po diqysh në se cilin avancim e kom shiju edhe atë mundin edhe kohën që e kom investu, më ka bo mi plotësu disa mungesa që i kom pas në kohën e studimeve, si e rej, edhe gjithmonë se cili hap më ka bo me shku për para, në fakt. Kam qenë një thare me u profilizu në gusht, e jo, për shambull, me e marrë një master pas një ditë përvojën, jam kunder asaj. Dhe si kompaninë e mbajmë edhe trajnime edhe shpesh me studente, me kandidate diskutoj, është ma mirë me përfundu fakultetin, me bo një përvoj pune, apo krahas studimeve me bo një përvoj, mrenda mundësive se tash po janë edhe 3 të kufizum, me e pa ka po do në më profilizu, edhe pastaj masteri është një profilizim ma i ngushtë, një specializim shumë ma i thellë. E kështu që une u profilizova ka profesioni kontabilistit, po mandej vazhdova edhe me aspekte tjera teknologjike që i ktheva edhe në biznes pastaj. I kapitalizova. Pra, gjithçka prej një situate në të cilën jeta të vuri, pra u gjende në të. Ma përshkove veç anën profesionale, po pa dashtë të prek shumë në emocione, se pavarësisht kalimit viteve, jam me bindun që është një dhimbje që, edhe një humbje që akoma është e hapun, akoma dhem. Emocionalisht, si e kalove humbjen e babës? Edhe shumë gjana tjera kanë ndodhë, ndërkohën se kam as nanën mo. Po babin e mbaj si një pikë ku jeta more një drejtim tjetër. E kom të i kalu, koha e bënd vetën, ajo është tash më 30 vite, po kur e spjegoj rrugtimin, gjithmonë emocionona se ka qenë ai momenti vendimtar. Kështu që bile e majnë men, babi insistoj ke pratu edhe ditë, tha, Melit, tha, gjithë këto kompani nuk mund është, tha me i bon kom, tha, dush me pas edhe patent shoferin. Edhe hyna e mora patent shoferin. Dhe me thoni ka këtë muj biles jam bo 30 vite. Edhe ka pas shumë emocion se para se me ndrujet, po thot, tha, edhe një kërë vogël po e blejim. Edhe okej, ajo vetura që patën blej bashkë, më ka shërby, mandej vite e vite. Kom kalu në për to, po kur bisedoj e vrej që ende me emocionon shumë. Edhe me të drejt, krejt normale. Është një shprehje që thonë se vajzat, sidomos kur e gjejmë partnerin e jetës, mandej e kuptojnë që kanë qenë duke kërku ose duke vlerësu disa tipare që ka dhe baboj të ne. A ka diçka bashkër të jëtë? Shumë. është një fjallë popullore nëse e kënë të gju, miku i gëtë. Edhe ashtu ka qenë edhe me Arbenin. Babi ka qenë shumë përkras.
Dhe me thonë, kur më pysin najherë si vajzë, qëfar përkraje kom pasë në familje, ose qështë ka, sot ka përkra familja, unë thjesht nuk di me bo dalime mes babit edhe mamit. Ka qenë përkras i vajzave, njëjtë është edhe me Arbenin, i cili gjithmonë i ka trajtu fëmijët pa dalime, edhe gjithmonë ka qenë i thorë me i shty për para që me mri. Normalisht ka ndiku shumë në ashta pse edhe pastaj bashkë kemi qenë biznes, po tiparin e përkrahjes, tiparin me të shty për para që me u avancu Arbeni e ka pas edhe në raport me mu, bile kër pa të vendos me e qelë kompanin, se jemi edhe në biznes bashkë. Po tha, Meli, profesioni është i joti, dhe idejnë e kena diskutu bashkë, po ty të njofin për kontabilitet, ndërsa për IT më njofin mu, po bënu ti le ta ketë kompania emrin tonë edhe përmenoj që... Je shti liderja, prisja. Kështu që jam rrit prej një babe që ka qenë përkrasi madh edhe e ndoj jetën me një burë që po ashtu është përkrasi madh. Kështu që po, shumë tipare i gjej edhe të Arbeni. Kur falem për pushimet, më the që prej viti 2014 i keni bu një premtim vetes që me utu më shpesh edhe me ishi ju më shumë. A keni arrit me mbajt atë premtim edhe ku është fili e këti premtimi? Tash, pas na më emocionu shumë. Mas pari për du me theksu që kër përmendit me uthu, mos mirët si dikush që investon, duhet me pas shumë mjetë për me uthu. Jo, sa dhe dim që edhe me pak mundesh me shëtit po. Ka njëherë veç me u largu, me shku dikon ma në periferi, është me... Ideja uthimit është me kryu, me kalu momente bashkë dhe me kryu kujtime. Edhe këta kër e kemi njës ka qenë viti 2014, Arbeni e ka pas një sfidë shëndetësore dhe ishim bashk për 2 muaj në Stamboll. Edhe fëmit, Arti ka qenë 14 vjeçar, Lyra ka qenë 9. Edhe nana edhe motra u kujdesshëm për fëmit. Biznesin e patë mbyll, një vit ka qenë, në fakt 4 vite pas ka pas biznesi që ka qenë të operu. Edhe shkum Stamboll, Arbeni doli me shumë sukses, edhe erdha unë në Kosovë dhe i mora fëmit, edhe u bom bashk me festu. Edhe patëm kalu tepër bukur. Edhe aty vendosëm që kjo me qenë si një regull që çdo vit na festojmë për jetën, po edhe bojmë kujtime. Atëherë s'ka pas viza, edhe nuk ka qenë shumë e letë me uthu, po e menagjëshim me pas një vizë Schengen, edhe gjithmonë ajo afati vizës na obligoj këtë deshtën me s'deshtën që me shfridzu sa ma mirë edhe me planifiku. Kemi dit me bo uthime edhe me kredi, nuk po thëmë që është ma e duhuna, po kemi insistu me majtë këta si regull, por ka pas edhe kushte. Cilat? Fëmit kanë qenë të obligum për se cilin vend që kemi vendos me vizitu, me kuptu historin, me kuptu geografin, me kuptu si qëndron ekonomikisht, a i vend, a ka qenë shumë vegjel, po është dasht ata me dit ku po shkojmë, ka kena me vizitu, me i bo krejt bashkë, karakteristikat e me mësu histori, edhe kër jemi këthy me e bo një përmbledhje bashkë. Pra këto kushtet jënë përmbush për herë prej fëmijëve. Po, gjithmonë. Gjithmonë. Edhe kër nalëm edhe shpesh e flasim, e diskutojmë, menoj që ajo na ka bo mirë edhe neve, se edhe na kemi pas mungesa me shetit botën, sepse që shë të regova dhe në fillim kemi qenë gjenerata ku jemi konë shumë të mbyllun edhe të kufizun me levizje. Po ka ndimu që edhe fëmit me e qelë
gjdo udhëtim me qenë një dimenzion i ri për ta, edhe diskutimet pastaj kanë vazhdu edhe në shpe, edhe shumë gjatë qëfar do që është lidh me atë vend apo me vendet ku pësynojmë. Si me thonë, prej kohës romagve e dejt historinë e sotit janë diskutu. Për fëmijët Melita, i përmende edhe djallin edhe falem edhe për vajzët. Që ka gjetë juve si qeft ardhja në jetë e djallit, si fëmiju i parë? Okej, tash si krejt na që e kemi para luftës edhe mas luftës, kër flasim për martesën mas pari, gjithmon e kthejnë humor, thëmë, shumë letë homo martu. Na ime martu pa e ditë. Kemi dalë si refugjat edhe, ko ke martu. Edhe mandej, këthimi në Kosovë ka ndodhë në rastin e parë që e kemi kuptu që munde mu këthy. Arbeni, shpina primve ka pas të kallën, shumë viktima për rreth një lagje ku ende ka persona të zhdukur. Nana ime ka qenë vetë në shpe, vllau ishte në Prishtinë si studente dhe pa dalë në Macedoni. Edhe pse po i përmendi këto është që u këthym me një besim që jetën e kena këto edhe muj me ndërtu këto. Edhe pse i kishim kalu të gjitha proceset për me shku në Amerikë, me intervista, me krejt proceset që u deshke, po nuk e di diçka mrena në theket që ma mirë është më këthy në Kosovë. Edhe si shaje që asaj që u këthyme dhe përfillojmë një jetë re, vendosëm me pasë edhe fëmijën e parë, edhe Arti ka lindë në dimrin e parë të vitit 2000, faktikisht dimri parë pas çlirimit Kosovës, në kohën kur ka 6 deri në 8 orë në ditë s'ka pas rrymë. Edhe janar. Po, krejt ato rrethana kanë qenë me një edhe për neve, si me një rilindje, me një jetë të re, edhe kemi shiu shumë prindrimin se ishim edhe vetë entuziast që dhe me thonë përfillojmë një jetë jo vetë si qift edhe si familje, po edhe në një vend ku jemi të lirë. Edhe në atë kohë, mundësit për punësim edhe zhvillim mas luftës për kundër humbjeve dhe krejt rrethanave që fare kanë qenë shumë atë mëdhaja. Ne si të ri atëherë mundësit e punësimit i kemi pas shumë atë mëdha. Për kundër trive sot që janë shumë atë kufizum. Kështu që ka qenë ajo ana tjetër e mundësive për mu zhvillu, edhe ardhja fëmijës, krijimi i familjes, edhe mundësive të reja e bo një ambient komplet ndryshe, që faktikisht unë thëmë prej aty pastaj fillum edhe e morëm vetën. Jam krejt në fond dhe për të kthy te profesioni edhe një herë dhe për të shfrytzu gjithë përvojën tënde të këtyre viteve, që konsideroj je një master tashmë edhe për jetën, por sidomos për fushën tënde, cila është këshilla që u përsërit shpesh, që do mund të shfrytëzoja edhe unë, t'ju japim sidomos vajzave në të 20-tat, që dojnë me u fut botës së biznesit, edhe që mbase si kanë ato vetbesimin e duhun, nuk i kanë informacionet e duhuna, kanë luhatjet, se kanë mbështetjen. Çka ju thot Melita? Kur unë e kom gjetë rrugën, se nuk mjafton as një emision me tregu rrugën edhe aspektin e biznesit, krejt qysh ka fillu ideja, po unë thëmë vetëm a dënë. Shtoja kësaj që kufimo nuk ekzistojnë, edhe kur e them këte, e them me shumë përgjithësi se ne ofrojmë shërbime prej këtu jashtë, edhe gjithë kandidat që trajnohen mujnë me ofru shërbime kontabiliteti jashtë. Gjitha teknologjit sot munden më mësu edhe vetë nëse dikush ka prirje dhe vullnet, i bjanë që duhet me dasht punën edhe duhet me investu në vete. Investimi maj madhë që dikush mundet me abo vetit, qoftë vajza po djallë, po me theks të vajzat, është me dit me përdor një
teknologji, me ditë gjuhën angleze edhe veç mu ullë edhe me mësu. Pjo siguroj që të ardhurat, nëse ofron shërbime prej këtu, janë të ardhurat që ja mundsoj një treu me jetu dinjitatshëm nëse investon vete kuptohet. Kështu që mos nalet askush të lyp dije të reja se mundësit janë shuplak të dorës. Veç duhet me i kap, se edhe nëse si kap në momentin e duhur i kene më pas mund tjetë. Por prap mos më unal. Se mundësit edhe ka njëherë na ikin, po vinë tjerat. Lita, ke shumë knatësi më të pas në studio. Faleminderit që u hape me mua edhe për tema ose për jetimet të tuat jo të lehta. E vlerësoj shumë edhe faleminderit për mesazhin edhe për modelin e gruas që je. Faleminderit juve për mundësin me ndo rrugtimin tim edhe po shpresoj që do të shihem raste tjera dhe ta vazhdojmë këtë aspektin e karrierës pastaj, si mu Uroj, faleminderit shumë. Me që po ndërprejmë tani këtë pjesë, një shkëputje të vogël me marketingun, po sigurisht kthehem shumë shpejt e kjo në pjesë të dytë me diçka tjetër.